Të paktën 50 persona kanë vdekur në orët e vona të natës në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut Koçan, si pasojë e shpërtimit të zjarrit në një klub nate, kanë thënë autoritetet maqedonase për agjencinë e lajmeve MIA. Numri i të plagosurve nuk dihet, por një pjesë e tyre janë transferuar në klinikat në Shtip dhe Shkup. Autoritetet ende nuk kanë treguar se si është përhapur zjarri dhe çfarë ka shkaktuar atë. Sipas mediave lokale, zjarri është përhapur nga mjetet piroteknike që janë përdorur gjatë një performance nga bendi Maqedonas DNA. Në kohën e shpërtimit dhe përhapjes së zjarrit, klubi ka qenë i mbushur me njerëz. Mediat lokale kanë thënë se pas shpërtimit të zjarrit në vendin e ngjarjes kanë arritur zjarfiksit, ambulanca dhe zyrtarët policor. Të mëngjes shumë njerëz janë parë përpara objektit në Koçan, të jetë të brengosur për familjarët e tyre, me që nuk e dinë se janë të gjalla apo të vdekur. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit të 16 janarit në një klub të natës, Koçani Puls, dhe si pasojë e flakëve rreth 100 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sipas informacioneve të drejtanishme, zjarri ka rënë për shkak të përdorimit të mjeteve piroteknike në koncertin ku morën pjesë rreth 1500 persona. Të lënduarit janë dërguar në spitalet e Koçanit dhe Shtipit, deri më tani në klinikën për sëmundje kirurgjikale Naum Ohridski në Shkup janë dërguar 27 persona të lënduar. Në pamje duket grupi që po performon dhe më pas shpërthejnë mjetet piroteknike. Dilni jashtë, do të kthehemi, thot këngëtari i grupit DNK Panço para të pranishmëve, pasi u shfaqën flakët e para nga zjarri i mbrëmshëm në klub. Të gjitha shërbimet kompetente, përfshirë edhe një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Koçanit, janë në terren. Në vendin e aksidentit është drejtuar edhe kryeministri Kristian Mickoski,